Në shumë vende pune në Shqipëri, shëndeti punonjësve ende trajtohet si një detyrim formal dhe jo si një proces i mirëfillt të parandalimit. Pikërisht për temën e rëndësisë së shëndetit në punë dhe problematikat që përfshin pajisja e mjekëve të punëve në korporata të ndryshme në sektorët të ndryshëm në Shqipëri, do ta bisedojmë sot në podcastin Business Plus me mjekën radiologe Ariana Sina. Doktoresha, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Do doja që bisedën tonë bashkë ta nisim me realitetin e themit të vendit të punës në Shqipëri. Pra, cili është realiteti dhe cilat janë problematikat që hasin në përgjithësi punonjësit sa i përket shëndetit të tyre. Aktualisht Shqipëria ka vend për të diskutuar dhe për të përmirësuar shumë në fushën e mjekësisë së punës për shumë arsye. Arsyeja kryesore është që ne nuk e kemi kulturë. Pra kemi parë gjithmonë vendin e punës një vend ku thjesht ne marrim një rrogë dhe nuk mund të kemi shumë pretendime. Por sigurisht që në kohët e sotme vendi i punës është një vend që jo vetëm ne marrim të ardhurat për të jetuar apo për të zhvilluar, por pa diskutim është një vend që t'i kalon një pjesë shumë të madhe të ditës, ku dhe nëse jemi në një vend të pasigurt, dëmet dhe dëmtimet e shëndetit në këtë vend pune janë gjithmonë me një impakt shumë të lartë nëse ne nuk jemi të kujdesshëm. Dhe sigurisht që këto kujdese dhe përkujdese nuk pritet që të bëhen nga punonjësit, por pa diskutim nga vetë ndërmarrja, nga vetë kompanitë, korporatat, sepse është tashmë përveç se detyrim ligjor është një detyrim moral që ne kemi gjithë punonjësve tanë. Kur flasim për shëndet në punë, të gjithë ne mendojmë më shumë për aksidentet dhe për ato sektor, le të themi, që janë më të riskuar. Por nga ana tjetër, sa rëndësishme është shëndeti mendor, që përfshin anktin, pjesa psikologjike e punonjësve, si trajtohet? Shëndeti në punë është jashtëzakonisht i gjerë. Prandaj dhe them që duhet të flasim kryesisht për një kulturë, sepse sa më shumë të edukuar të jemi mbi këtë gjë, aq më impakt dhe aq më tepër efekt do kenë të gjitha masat që merren për parandalimin qoftë të sëmundjeve, që mund të merren nga agent të shumtë kimik, fizik apo biologjik apo psikologjik në vendin e punës, por pa diskutim do parandalohen edhe shumë aksidente. Unë di të them që për sa i përket aksidenteve, realisht do ishte gjëja e fundit që ne do duhet mendonim, pasi para aksidenteve ka një punë shumë të madhe për të bërë. Çdo gjë nis me perceptimin, me përgatitjen e një dokumenti që quhet dokumenti i vlerësimit të rrezikut, ku studiohen të gjithë pozicionet e punës, e vendeve të punës për çdo punonjës, pra për çdo profil pune, dhe evidenton në këtë dokument vlerësimit të rrezikut të gjithë agjentët, qofshin to kimik, siç për shembull jemi në për fasoneri ku punohet me substanca, le të themi, që përthithen në frymarrje, siç janë minerat që gjithashtu përthithin qoftë grinca minerare apo gaze të ndryshme. Kemi agjentët biologjik, ku për shembull mund të jemi duke, siç janë punonjësit e spitaleve, që pa diskutim janë në kontakt të ngurtë çdo ditë me infeksione të ndryshme, nga ato që mund të jenë të kalueshme për pak ditë deri tek ato që nuk kanë më rikthim mbrapa, tek agjentët psikologjik, emocional, siç është një stres i jashtëzakonshëm që në ditët e sotme është bërë gati si shumë e zakonshme, që neve ta quajmë, ta normalizojmë stresin në vendin e punës. Stresi është shumë i lartë, vjen duke u rritur nga merritjen e pozicionit të punës. Sa më lart jemi në një hierarki, aq më i lartë është stresi. Por realisht ka shumë kompani që tashmë kanë inkorporuar psikologun në vendin e punës, pikërisht për të mos lënë që vendi i punës të kthehet në toksik dhe komunikimet me psikologun janë sa më të shpeshta në mënyrë që kjo të mos bëhet një faktor për dëmtuar në mënyrë të parekthyeshme shëndetin mendor, po pastaj pa diskutim dhe fizik të çdo punonjësi, sepse çdo gjë është shkak pasojë dhe është e paevitueshme. Është qartë, pastaj ndikon edhe në produktivitet. Në çdo, kjo është minimum, po flasim për gjërat ekstreme. Pastaj nëse do ktheheshim për të kuptuar se sa i rëndësishëm është humori, gjendja e mirë emocionale në produktivitetin dhe në mirëmbarvajtjen e çdo lloji kompanie, kjo pastaj është pa limite, sepse është shumë e rëndësishme ambienti pozitiv në vendin e punës, ku njerëzit të ndihen të vlerësuar, ku njerëzit të ndihen që të mos luftojnë çdo ditë me limitet e tyre, duhet njohur limiti çdo kujt dhe pozicionuar saktë në vendet e punës, në mënyrë që të marrësh më të mirën, por pa diskutim, pa e dëmtuar atë. Bëhet realisht kjo nga kompanitë shqiptare?
Ajo që është shumë e çuditshme është fakti që kompani që vijnë nga jashtë tashmë e kanë të njohur Kanë frymë tjetër. Kanë frymë tjetër. Dhe sigurisht çdo i huaj që vjen dhe investon në Shqipëri, sado e madhe apo e vogël jetë kompania, në përgjithësi shikon bazën ligjore dhe pa diskutim përplotson të gjithë kushtet dhe pikat e rëndësishme ligjore që i duhet një kompanie për të punuar në Shqipëri. Po përveç kësaj, sa më e madhe dhe kompania, ne kemi banka të shumta, të cilat përveç se kanë plotësuar detyrimin ligjor, kanë shkuar përtej duke i dhënë shumë benefite punonjësve, siç janë duke nisur nga gjëja më, do thosha, nuk është më thjesht benefit, është bazike për mua që të ke një kartë shëndeti të një nga sigurimet private, ku aty përfshihet jo vetëm check-upi i përvitshëm, po njëkohësisht ti jep mundësi punonjësve që të kontrollojnë anën e tyre shëndetësore, që mbase nuk ka lidhje me punën direkt, por nga krau tjetër, bën të mundur dhe plotësimin e një detyrimi ligjor që çdo kompani ka për kontroll mjekësor rutinë të punonjësve të tyre me anë të këtij check-upi. Për të shkuar dhe përtej, shumica prej tyre japin karta nga këto kompani sigurimi private edhe familjarëve të tyre dhe bëjnë mbulime deri në 20-30.000 euro, 50.000 euro për një patologji. Pra, nuk ka limit pastaj se sa shkon mënyra se si ato e trajtojnë shëndetin në punë, shkon përtej çdo lloj detyrimi ligjor. Pra, në Shqipëri ka këto lloj modelesh, ka dhe modele të cilat as nuk e kanë ndërmend ta bëjnë dhe domethënë nuk hyn fare tek strategjitë e tyre. Pastaj pjesa e mesme sigurisht në mes qëndrojnë pjesa më e madhe e tyre që e bëjnë për detyrim ligjor, duke u përpikur, duke i shtuar benefitet sa të munden, sepse varet nga kapaciteti financiar i kompanisë, edhe matësia e kompanisë ka bërë. Por janë të gjitha modelet në Shqipëri. Doktoresha, në punën që ju bëni të përditshme, jeni në kontakt si me njerëz të cilët kanë hasin problematika të ndryshme, ashtu sikurse edhe me kompanie, biznese që mund t'ju japin nga feedbacku i tyre, pra çfarë po ndodh brenda hapësirave të tyre. Ne përmendëm problematikat, po a mund bëjmë një ndarje në sektor kush janë më të rrezikuar që ju i keni evidentuar tashmë? Sigurisht që një pjesë e madhe e punonjësve i përket administratës, që do të thotë që rrisjet janë në përgjithësi të ulta. Por dhe aty duhet të kemi një vëmendje, sepse saç duket shumë e thjeshtë fakti që rrinë ulur për një orar 7 deri në 8 orë, që quhet pozicioni i detyruar mbi 6 orë, do të ketë pa diskutim një impakt në staturën, në posturën tonë, në shtullën kurrizore, dhe të kombinuar ndonjëherë dhe me qasjen tonë gjenetike, me sëmundjen tonë, domethënë predispozitën tonë gjenetike për parë sëmundje, të dyja së bashku mund të bëjnë një faktor për të vuajtur nga një sëmundje e caktuar e shtullës kurrizore. Por ato kompani dhe që janë më të predispozuar për të pasur sa më shumë, le të themi, faktor risku në punë, janë minierat, dhe tashmë nuk janë pak, janë hidrokarburet, pra të gjitha përpunimet e naftës apo të gazit natyror, janë të gjitha fasoneri që punojnë me substanca të cilat janë përthithen me anë të frymarrjes, siç janë dylientet apo ngjitësit e ndryshëm që bëhet në përpunime dhe në prodhimin e këpucëve për shembull. Janë call centerat në masivitet, ku puna e tyre e përditshme bën një dëmtim të jashtëzakonshëm të dëgjimit edhe të shikimit, duke qenë se puna e tyre është gjatë gjithë kohës me kufje, me një frekuencë të caktuar dhe përballë kompjuterit. Për të ridiskutuar dhe një për të përmendur dhe një herë pa diskutim edhe stresin e madh në punë, që unë mendoj që është shumë i rëndësishëm, sepse duke qenë të shëndetshëm dhe të shëndetshëm emocionalisht, mendoj që ne mund të jemi të aftë të parandalojmë, të bashkëpunojmë, të duam të jemi më mirë, duke bërë të mundur që gjitha gjërat e tjera që ne përmendëm më sipër të jenë të mundshme, sepse ky nuk është një marrëdhënie vetëm e të bërit të mundur të disa kushteve që parandalon, është një marrëdhënie bashkëpunimi. Pra, kompania e ofron, po punonjësi duhet ta zbatojë të gjithë rregullat për të parandaluar të tilla sëmundje. A kemi në biznese, doktoresha, të cilët e shohin më shumë si detyrim formal shëndetin e punonjësit dhe jo si një investim real për to, se më pas janë pikërisht ata që ankohen për mungesën e fuqisë punëtore? Tani po jetojmë në një realitet, unë jam vetë sipërmarrëse dhe vuaj çdo ditë faktin që kur bëjmë rekrutime, më shumë pyetje kanë punonjësit për ne kompaninë se sa kompania ka për punonjësit. Është një fakt që ne nuk e kundërshtojmë dot, duhet ta pranojmë dhe duhet kuptojmë që nuk jemi shumë në favor
për të vënë ca kushte pune të pa logjikshme. Dhe një nga këto gjëra që unë realisht insistoj shumë është fakti që duhet t'i jap maksimumi për këta punonjës, minimalisht duke i mbrojtur dhe duke bërë shumë të qarta arsyet të punësimit, përfitimet, rritjet e përfitimeve, rritjet në hierarki, pra është një paketë e caktuar që punonjësit duhet ta kenë shumë të qartë përse janë duke punuar te kjo kompani, se çfarë do marrin nga kjo kompani. Dhe në këto kushte që jemi, ne duhet të kemi parasysh që mjekësia në punë, siguria dhe shëndeti në punë, mirëqenia e përgjithshme e punonjësve nuk duhet të jetë më një gjë formale, sepse nga formalitetet ne nuk marrim absolutisht asnjë gjë, përveç se do shmangim disa gjoba që në fund ditës punonjësi nuk i percepton fare. Ne duhet të jemi shumë të qartë që siguria dhe shëndeti në punë duhet të jetë një paketë përfituese për punonjësi, ku punonjësi duhet të jetë shumë i qartë dhe i bindur që është pjesë e një përkujdesjeje të kompanisë ndaj shëndetit dhe mirëqenies së tij. Doktoresha, në ditët e sotme sa e përgatitur është e gjithë infrastruktura e mjekësisë, sidomos ajo e mjekësisë së punës në Shqipëri? Ky është një problem shumë i madh sepse ne nuk kemi mjek pune. Ne datojmë të paktën 30 vite që nuk kemi as mjek të sëmundjeve profesionale. Edhe një strukturë që është në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, është një qendër e vogël me 2-3 shtretër, domethënë qendër ditore për trajtimin e sëmundjeve profesionale, pra besoj që është absolutisht e papërshtatshme për të mbështetur të gjithë nevojat që tregu ka. Duke që mos pasur mjek pune për shumë vitesh dhe ose më themi nuk ka pasur kur specializim për mjekësi pune, në këto kushte pa diskutim është dakordsuar që çdo mjek që ka një licencë mjekësore, përfshirë mua që jam radiolog apo mjek i familjes apo kushdo mjek që ka një licencë mjekësore, është lejuar që ta ushtrojë këtë profesion. Thënë kjo, është shumë vështirë që për çdo specialitet tjetër, ku ti nuk e ke trajtuar kursit e mjekësinë e punës, që është kaq e gjerë dhe shkencë si çdo shkencë tjetër, unë vërtet jam radiologe, por nuk mund bëj dot endokrinologen. Prandaj edhe specialitetet janë shumë të rëndësishme. Bota, Europa nuk diskutohet, por edhe rajoni, siç është Malizi apo Maqedonia, të gjithë kanë mjek pune që specializohen në 4 vite. Strategjia e sigurisë së shëndetit të punë, që është përcaktuar 2025-2030, një nga detyrat që kanë nxjerrë, ose ato që ka konstatuar është fakti që nuk ka mjek pune, përveç se nuk ka mjek pune, nuk ka edhe trajnime për vetë inspektoratet, për punonjësit e inspektorateve, që të dinë se çfarë duhet të kontrollojnë tek kompanitë, në mënyrë që as mos jenë abuziv, pas mos neglizhojnë gjëra që duhen kontrolluar. Pra kemi një handicap të jashtëzakonshëm në informacion, si nga mjekët që duhet ta ofrojnë këtë shërbim, ashtu edhe nga autoritetet kontrolluese që duhet ta kontrollojnë këtë si shërbim. Cila do të ishte zgjidhja në këtë rast? Duke qenë se ne kohën në dispozicion për në emër të integrimit evropian e kemi shumë të shkurtër, që do të thotë këto detyra shtëpie do të mbyllen në 2027, maksimumi 2028, ne nuk e besoj që jemi në kushte që të bëjmë dot një specializim 4 vjeçar. Ndaj dhe tek strategjia është sugjeruar që të bëjë një specializim 4 vjeçar siç e ka gjithë bota, apo një master ekzekutiv, që është 1 vjeçar. Dhe mendoj që duhet të kalojmë te ky master ekzekutiv për të përfituar kohën, në mënyrë që në të ardhmen të bëhet e mundur të jepet mundësia dhe kryerjes së specializimit 4 vjeçar siç e ka e gjithë bota. Po ka mjek që janë të interesuar ta bëjnë këtë? Apo duan të qëndrojnë aty ku janë? Unë mendoj që ka mjek që duan ta bëjnë, sepse mendoj që çdo mjek, për nga fakti që ka në dorë shëndetin e një personi, e kemi shumë të qartë që edukimi jon nuk mbaron kurrë. Jo vetëm në këto specialitete të reja, por edhe në specialitetet tona që për cilat jemi specializuar, ne çdo vit marrim të trajnime, updatime të mëtejshme, sepse nuk ka fund mjekësia dhe ecën shumë shpejt. Por më tepër mjekët të cilët aktualisht ofrojnë mjekësinë e punës, aktualisht paguhen nga këto kompani, mendoj që kanë absolutisht dëshirë dhe duan që të nënshtrohen trajnimeve për të qenë sa më korrekt, si ndaj atyre kompanive që i paguajnë, si ndaj punonjësve,
po edhe ndaj autoriteteve kontrolluese siç janë inspektoratet e shëndetit apo të punës. Po kam bindjen që praktikisht ta mjek që janë të inkorporuar si pjesë e korporatave të ndryshme, ndërkohë ndjekin karrierën e tyre edhe në vende të tjera, sepse në fund të fundit mjekët në Shqipëri ju e dini akoma më mirë se unë, numri i tyre është i limituar, emigracioni ka bërë dhe efektin e saj në këtë drejtim, kështu që prandaj them sa të interesuar do të ishin ata vetë që të profitizoheshin. Ajo është karrierë më vete dhe nuk është karrierë e parëndësishme. Bota e ka zgjidhur me ofrimin e këtij shërbimi në mënyrë outsource, pra të jashtëm, edhe një mjek mund të marrë mund të ofrojë disa kompani. Pra të profilizuar totalisht për këtë. Po, dhe merren vetëm me ngritjet e strategjive të parandalimit të sëmundjeve në vendin e punës. Për më tepër, Italia për shembull, se unë e njoh mirë tregun dhe kuptoj që ndonjëherë mjeku i punës është kosto. Duhet të jemi realist për këtë gjë, është kosto dhe unë jam sugjeroj që duhet të ketë vlera të arsyeshme, sepse mjeku i punës është parandalues, nuk është proaktiv. Domethënë nuk është se shkon gjithmonë dhe kemi një incident apo aksident apo je gjithkohon duke u trajtuar. Je në një strategji parandalimi që e njeh mirë situatën dhe vë ato kushtet e parandalimit. Pra, është një punë më pak angazhuese, që do të thotë që edhe vlerat që duhen paguar duhet të jenë të logjikshme, edhe në mënyrë që kompania mos ta ketë peshë, le të themi. Duhet të jenë vlera të arsyeshme, se për aq kohë sa një mjek mund bëj 20-30 kompani, kështu që edhe shtrirja e tyre duhet të jetë. Aktualisht sa është? Po në fakt ligji aktual nuk e di a do preket, është nëse një mjek punon në një kompani e cila është e risku të ulët, pra C dhe D, sepse kategorizohen kompani nga A, B, C, D. Nëse është e risku të ulët C dhe D, atëherë duhet të përgjigjes për 1500 punonjës të këtyre kompanive. Pra, nëse ai ka 10 kompani me 150 punonjës secila, ai aktualisht në ligjin që jemi duhet merret vetëm me këto 10 kompani, ose me një kompani që ka 1500 punonjës. Kurse në kompani të cilat janë me risk të lartë, siç mund të jenë ndërtimje, apo minerat apo çfarë përmendëm më sipër, klasës A dhe B, ato nuk duhet shkojnë më shumë se 750 punonjës për mjek, sepse kjo ka të bëjë edhe me faktin që kompanitë me një risk më të lartë, siç janë kompanitë që përmendëm, ka nevojë për një vëmendje më shumë, ka nevojë për më shumë kohë në dispozicion, ndaj dhe është kjo lloj dallimi midis dy llojeve të kompanive. Doktoresha, ne vendosëm përpara përgjegjësisë vetëm bizneset, po nga ana tjetër po punonjësit, sa të ndërgjegjshëm do të jenë edhe ata për shëndetin e tyre, për lodhjen, që të mos shkojnë në pikën ku është e fundit pra situata e tyre. Gjithçka folëm më sipër nuk do kishte asnjë vlerë nëse në këtë proces nuk përfshihet dhe vetë punonjësi. Dhe gjithë kjo fillon me një ndërgjegjësim. Në kompanitë që neve përgjithsisht ofrojmë të shërbim, ne bëjmë shumë orë, le të themi, sensibiliteti për shëndetin. Që do të thotë çdo muaj ka shumë kompani që i ofrojnë punonjësve të tyre ditë shëndetit të hapur, konsultimesh të hapura bazuar edhe në interesat që ato kanë paraqitur. Pra sa më e shpeshtë jetë ky kontakt, sa më real jetë kjo marrëdhënie, mendoj që pa diskutim edhe punonjësi do jetë shumë i interesuar të bashkëpunojë kur shikojnë që gjërat bëhen vërtet, bëhen për përfitimin e tyre. Po, qartë. Kjo ka të bëjë shumë edhe me cilësinë e kompanisë shumë. Pra varet shumë se sa të rëndësishme, varet shumë nga burimet njerëzore, të çfarë niveli ndërgjegjësimi ato përdorin përgjithsisht për çështje të ndryshme siç është edhe kjo. Është qartë. Pra, por ditë them që ka raste kur punonjësi është totalisht neglizhent, nuk të lejon ty as të bësh detyrimin ligjor ndonjëherë, që vetë kompania ka për ta kryer, edhe pse i ka bërë të gjitha shpenzimet, të gjitha ka paguar gjithë kostot për ta kryer shumë mirë këtë gjë. Punonjësi bëhet pengesë që kompania të jetë në rregull me ligjin. Po marr një rast konkret. Tash më shumë kompani, siç e thash dhe më sipër, të mëdha që kanë mbi 1000 punonjës, siç mund të jenë banka apo telefonit. Kompani shumë të mëdha të ndryshme që i bëjnë të check-upet dhe kartat e kompanive të sigurimit private. E dini që përdorimi i tyre është gati 30%. Pra, vetëm 30% e tyre bëhen pjesë e para për përfituar diçka për shëndetin e tyre, dhe e dyta për të ndihmuar dhe kompaninë për plotësuar atë kuadër ligjor që ata nesër mund të jenë pre e gjobave apo e ndalimeve administrative për arsye të mos plotësimit të këtyre detyrimeve. Pra,
nuk është gjithmonë ndërgjegjja e lartë e punonjësve dhe duhet shumë punë për t'i bërë ata pjesë e këtij procesi. Sepse lidhet edhe me kulturën që Pa shqiptarët diskutim. kanë vetë. Një problem i madh për shembull është edhe marrja e raporteve fiktive. Dhe shumë herë ne që jemi mikët që e kompanisë, shqetësimi i administratorëve apo i burimeve njerëzore është pikërisht kjo. Sepse ka kompani ku punonjësi është në një zinxhir procesesh, ku mungesa e tij mund të pengojë gjithë. E qartë, patjetër, varet nga pozicioni. Dhe realisht ne nuk kemi asgjë në dorë për t'i thënë që shiko se ky raport nuk është për shembull, le të themi real, se s'ka që është mundësia, po prandaj them që duhet një marrëdhënie shumë e mirë me punonjësit. Ta marrëdhënia e mirë pastaj zgjidh çdo gjë tjetër. E vërtet. Doktoresha, keni vënë re ndonjë ndryshim në mendësi apo në kulturë që e përmendëm pak më herët mes gjeneratave të ndryshme, brezave të ndryshëm? Millennials për shembull shuan për një brez pak më i përgjegjshëm. Tipikisht kemi vënë re që edhe nëse janë sëmur do vinë në vendin e punës, ndërkohë që gjenerata Z, pa dashur t'i paraqykojmë, absolutisht janë më open mind dhe më të prirur për ta egocentrizuar veten dhe shëndetin e tyre në këtë rast. Unë fatmirësisht së fundmi vëre shumë lëvizje të kompanive freelancer që ofrojnë burimet njerëzore dhe vëre që ato po përgatiten për disa ndryshime të mëdha, konceptuale, po edhe praktike, pikërisht sepse koha ku po jetojmë, burimet njerëzore nuk kanë përgatitur për Gen Z-n. Nuk duhet paragjykuar asnjë brez, ne duhet thjesht ta kuptojmë dhe duhet përshtatemi se në fund të ditës ata janë punonjësit tanë dhe ne duhet të kuptojmë si funksionojnë që të përdorim njëri tjetrin. Edhe në shëndet, nuk do thoja që janë më indiferent me thënë të drejtën, po janë shumë të detajuar, janë shumë të drejtuar dhe nga digitalia, duan të marrin maksimumin, janë shumë më të predispozuar për të kryer, ke marrin fare si detyrim ligjor që kompania ka, po ato e shikojnë si një benefit personal dhe e kuptoj, e prioritizojnë, po. Absolutisht po. E vëre këtë gjë. Doktoresha, falenderoj sot për bisedën. Faleminderit shumë juve.